Dollari amerikan u lëkund të premten duke shkuar drejt të rënies së 5 mujore radhazi, ndërsa tregtarët përgatiten për pasiguri të mëtejshme rreth politikës tregtare dhe shëndetit fiskal të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dollari pati një javë të paqëndrueshme duke përfunduar më poshtë në seancën e mëparshme pasi një gjykatë federale rivendosi përkohësisht tarifat e presidentit Donald Trump. Ky vendim erdhi vetëm një ditë pasi një institucion gjyqësor i shkallës së parë kishte urdhëruar një bllokim të menjëhershëm të detyrimeve. Zyrtarët e Trump deklaruan gjithashtu se ata mund të përdorin kompetencat e reja presidenciale për të siguruar që tarifat të hyjnë në fuqi. Pasiguria rreth tarifave ka rritur presionin mbi tregjet, ndërsa investitorët po largohen nga asetet amerikane duke kërkuar alternativa të tjera. Ata janë të shqetësuar se politikat e çrregullta të Trump mund të sfidojnë forcën dhe performancën e tregjeve amerikane. Vendimi i gjykatës shënon fillimin e një burimi të ri pasigurie në vend të mbylljes totale të një tjetri, thonë analistët financiar. Të premten euro arriti në $1.1378 përpara të dhënave të inflacionit gjerman për maj, ndërsa franga zvicerane ndryshoi pak në 0.8225 për dollar. Megjithatë, monedha amerikane po shkon drejt rënies mujore kundrejt frangës zviceriane, euros dhe poundit. Të dhënat javore të kërkesave për papunësi dhe rritjes ekonomike nuk i lehtësuan shqetësimet e një rënie ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pakanësitë në lidhje me nivelet e borxhit fiskal dhe në ekonomitë e zhvilluara, të theksuara nga oreksi dobët për kredi afatgjate në Shtetet e Bashkuara dhe Japoni, kanë pasur gjithashtu ndikimin e tyre. Indeksi dollarit amerikan që gjurmon njësinë amerikane kundrejt 6 monedhave të tjera ishte 0.16%, më i lartë në 99.416. Ky indeks ishte parashikuar të binte me 0.25% në maj, muaj 5 radhazi në rënje.